Unë e kam lexuar si që jeni edhe ju dashamiri leximit, mua mu pëlqen leximi, kam lexuar veprën e Othellos të William Shakespeare. Dhe ndër më të njohurën e tij dhe aty flitet për pak racizëm ndaj ngjyrës së tij që ai përkiste. Ai vinte nga vendet arabe, si një princ ku Desdemona dashurohet në të pas tregimit që ja bëri babait të tij. Si e shpjegon racizmin Islami dhe dua ta ndërlidh pak me veprën e Shakespeare-it. Fix. Islami e ndalon racizmin, domethënë. Në Islam s'ka racizëm. Stop, i thot racizmit Islami. Do të tregoj dy ngjarje të rëndësishme në historinë e Islamit që kanë ndodhur, që më kanë lënë përshtypje të jashtëzakonshme edhe me të vërtetë kur i kam lexuar atë ngjarje kam pas një ndjenjë të veçantë kur i kam lexuar. Një ngjarje ka qenë kur Muhamedi alayhis salam i thot Bilalit, o Bilal, ngritu ta therrësh ezanin. Domethënë e ka ngrit edhe ezani normal se ezani do të më ngrit sa është fjala e Allah, që të dëgjohet te mosa, po e ka ngrit edhe Bilalin. Sepse ai ka pas vlerë, ka pas zonin e bukur. Pra Islami i ngrit njerëz me vlera. Nuk i sheh njerëz çfarë ngjyre kanë, po i sheh çfarë vlere kanë. Domethënë atë kuptimin e vlerave njerëzore po flas, ha? Sigurisht, normal. Dhe e ka thonë, ngritu thyrë zonin dhe qetëson ai shpirt ato Bilal. E para, Bilali nga Etiopia. Që ka taku ngjyrës së zeza, kupton? Normal. E para. E dyta, në kohën që ishte duke hecë Bilali në një rrugicë aty pare rrugës, ka qenë edhe Muhamedi alayhis salam dhe Ebu Dherr al-Ghifari, kishte akoma disa mentalitet të ignorancës të kalume dhe i thot o i biri Zezakës, i thot Bilalit, kthehet pejgamberi dhe shikon Ebu Dherrin. I thot o Ebu Dherr, biri stikfar, kërkoj falje Zotit, çfarë the? A dini çfarë bën Ebu Dherri? Shtrihet për tokë, bërdhej, e qet fytyrën e tij në zall. I thot Bilalit, hajde Bilal, thot, mashallah, edhe shkelmo ma fytyrën teme. Se po ndjena aq i turprum se të ofendova në racë, në ngjyrë. Pra shikoni çfarë respekti kanë qenë këta besimtarë, sa nga një nxitim që e ka bën, që i ka thonë ashtu, sa është nxitu, është ngut, ka fol, si thon na, pa qëllim e ka bën, po i ka met pe ignorancës, si thon na lapsus lingua kështu. I ka met si shprehje ignorancës, i ka shkit gua, i ka thon pa hir, nuk e ka bën, domethënë as çato se ka bën me qëllim. Ka kërkuar shfaqsim edhe është shtre për tokë në shenjë respekti ndaj ngjyrës së zezë. Ky shok i Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastaj është rasti i tretë që tash më rëndër men, kur e themeloi shtetin Resulullah sallallahu alaihi wasallam, e thirri Suhejb ibn Rumit që ka qenë bardhakan i bardhë, mendohet ka qenë nga zona e perandorisë romake, mendohet me origjinë dardane e lire, ka pikpyetje të mëdha aty, por munden studiuesit me hinë në histori me shfletu më shumë, dhe pastaj e ka thirrë edhe Selman Farisi. Selman Farisia ka qenë as i bardh, as i zi, ka qenë gjysëm si esmer kështu. Dhe e ka thirrë edhe një ndër edhe këtë tretin që ka qenë, domethënë, nëse s'gabon Bilal Habeshia, dhe e ka thirrë atë të bardhin, atë që ka qenë, domethënë, as i bardh as i ngjyrë mesme, edhe ato që ka qenë ngjyrë zezë. Pra e ka themeluar shtetin me 3 lloj ngjyrash të ndryshme për mos me bë dallime me 3 raca. Me 3 raca mos me bë dallime racore. Dhe çfarë ka ndodhur në atë rast?
ka ardhur Ukbe ibn Rabia, banor autohtoni i botës atëshme arabe, me fanatizëm dhe me fodullek dhe me prepotencë. I ka thonë, çka e ke pru këtë ziun, çka e ke pru këtë laraman, çka e ke pru këtë bardhen këtu. Edhe a di si ka qenë reagimi Resulullah s.a.s. I ka thonë, o Ukbe, hiq dorë nga urrejtja jote pe gjaku dhe mishi dhe ngjyre. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Më i ndershmi për jush, më fisniku për jush, më i ndershmi për jush është ai që është më i devotshmi. Më i devotshmi. Më i sinqerti. Se devotshmëria, devotioni është nocion pak më i gjatë. Devotshmëria është respekt, është kulturë, është edukat, është sinqeritet, është besim. Janë shumë gjëra, pra sikur ai bujku si e bën me devocion ndjedhjen e një fryti që ai fryt me dhon sa më shumë fryte, ajo pemë sa më shumë fryte me dhon, ai fidon, duhet me u përkushtim, domethënë, i përkushtum ndaj besimit, ndaj atë dashurisë, ndaj sinqeritet. Pra kjo është devotshmëria me shpjegu si nocion, është pak nocion i gjan, ndoshta duheshin edhe tema me dalë për kësaj pjese. Gjithsesi ne jemi mundu në shumë xhami, në shumë simpoziume dhe seminare me shpjegu fjalën devotshmëri dhe devocion. Po ku mund ta ketë zanafillën për shembull me racizmi? Ai ka dikon me një pa marr parasysh se mund ta ketë dikon tjetër ose dikon, po ku e ka zanafillën? Është diçka urrëtie psikologjike kjo ose patologji? Po, kjo është urrëtia tek gjithmonë tek njerëzit krijohet urrëtia si shkak për në njeh diçka. Kur ti e njeh burimin e qasaj, kur ti e njeh një diçka, atëherë nuk ke urrëtie, se e din, sepse tash marrim shembull Adinin. Si u kriju Adini? U kriju nga bolta të ndryshme, nga lloçi i ndryshëm, nga pjesët e tokës ndryshme. A kem tokë zezë? Po. Ke tokë si të bardhë? Po. Si të kuqe? Po. Gjitha ngjyrat e toksore, mineralet që i ka edhe njeriu në trupin e vet. Për shembull, në trupin e njerit ki i hekur. A keni shkon te doktori thot ki mungesë të hekurit. Ki mungesë thot kalciumit, oksigjenit, ki mungesë zinkut thot në trup. Po pas ka dhe zink. Ki mungesë kësaj tyne elementeve, pra minerale. Dhe kjo racizmi vjen si shkak i perdës ose murit të mos njohjes të personit palës tjetër, pra. Për shembull, unë muj me pas racizëm ndaj teje ose ti ndaj meje deri në atë moment që na nuk ulmi me studiu njëri tjetrin, me pa, domethënë kush jemi ne. Sepse mu më la përshtypje shumë të madhe, më ka pas lënë përshtypje të madhe filmi Gladiator, që është një ndër filmat që ka fitu shumë çmime Oscar në kinematografi. Në atë momentin kur Klaudi, senatori romak i asaj kohe që në mënyrë pa drejtë erdhi në pushtet e mbyti dhe babajin e vet, i tha gladiatorit, i tha, sklav, tha, heqe maskën, ta shoh fytyrën o sklav. Edhe ai e hoqi maskën, tha, nuk jam tha sklav, tha, po jam generali më i madh i perandorisë më të madhe edhe perandorit më të madh që ka njoftë kohën e herë. Pra, kur e hek maskën, ai e shef se kush jeti. Dhe ai mbeti i shokuar. Pra, çka ishte që ky e ofendoi këto? Ishte paragjykimi dhe mos njohja, nuk e ka njoftë kush është. Prandaj, edhe filozofia e ngjyrës do të mos studiu ka kanar ngjyrat për mos mu paragjyku. Pe ka erdhën ngjyrat. Ha? A është edhe krijesa e Allahut? Po patjetër që është. Sigurisht mos sikur tash shkojmë në mal. Në mal ke dronj të ngjyrave ndryshme. Të gjithë ato janë krijimtaria e Allahut. Ne jemi një tablo ose një mozaik në këtë univers. Prandaj ne nuk duhet t'i paragjykojmë edhe t'i nënçmojmë. Nënçmimet vijnë edhe si pasojë, edhe mosnjohjes, po edhe nga varietetet fatkeqësisht politike edhe nga grupacione të ndryshme shtypse
dhe politikave të ndryshme ekonomike që i kanë kriju për interesat të caktuara. Fatkeqësisht është edhe kjo pjesë, por kjo kërkon sigurisht një shpjegim më të thukët dhe më të detajshëm.